Gjatë një vizite të bërë në qytetin e Beratit për të parë nga afër ecurinë e projekteve që kanë mbështetur, drejtoresha e programeve të USAID në Shqipëri, Claire Mason, ka provuar emocionet e sportit rafting, duke u mrekulluar nga kanionet e skraparit. Së bashku me stafin e saj, ajo ka shfrytëzuar vizitën në këtë qytet, ku USAID ka mbështetur disa programe të rëndësishme sociale me impakt në zhvillimin e ekonomisë. Duke udhëtuar drejt skraparit, Mason u bë pjesë e një guide në kanionet e famshme të zonës. Diskutime mbi projektet dhe planet për këtë sezon të rafting janë zhvilluar mes drejtuesve të federatës dhe drejtoreshës së USAID, e cila pas eksperiencave në 6 shtete të ndryshme është shprehur e gatshme për të prekur nga afër magjinë e kanioneve shqiptare. We came with USAID to visit some of the projects that we Erdhëm të shikojmë ecurinë e projekteve të USAID në Berat. Rafting është një prej tyre dhe ne jemi mjaft të kënaqur me profesionalizmin, organizimin, por natyrisht edhe me masat e sigurisë që janë marrë. Vizita jonë në Berat do të vijojë me takimet e ndryshme të përfaqësuesve të pushtetit lokal, por edhe të shoqërisë civile, që natyrisht do të pasohen nga vizitat tona pranë siteve të zonës muzeale. Pamja është fenomenale. Ne po e shijojmë shumë bashkë me grupin. Është vërtet një mrekulli të përshkosh këtë kanion nga Berati deri në Skrapar. Jemi krenar që kemi mbështetur këtë projekt, i cili ka qenë një kuadër më të gjerë që USAID ka patur në zhvillimin e ekonomisë së vendit. Mason u shpreh mjaft e impresionuar dhe se ndjej krenare që USAID ka mbështetur me projekte federatën në zhvillimin e këtij sporti.